Deri më sot nuk e kemi ditur se soda e bukës kuron një problem që prek më së shumti shqiptarët. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës do të rregullojë strukturën kimike të organizmit dhe të përshpejtojë edhe shërimin e tij. Soda e bukës është një përbërës që nuk mungon kurrë në kuzhinë ose edhe në frigorifer. Përveç përdorimeve tradicionale, të paktë janë ata që e dinë se soda e bukës ka edhe përdorime të vlefshme terapeutike. Të kombinuara në mbikëqyrjen e një eksperti, ato mund të jenë edhe me rezultate fantastike mbrojtëse në dobi të shëndetit tuaj. Soda e bukës përmban bikarbonat sodiumi që reagon menjëherë sapo bie në kontakt me substancat acidike si uthulla e mollës ose kosi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Pirja e ujit me sodë buke është një traditë e lashtë që rekomandohet kundër problemeve të artritit, problemeve të tretjes, urthit ose dhe infeksioneve. Kur konsumohet në doza të përshtatshme, soda e bukës rregullon strukturën kimike të organizmit dhe përshpejton shërimin e tij. Në këtë video, sipas Teptuel, do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i sodës së bukës. Soda e bukës është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të urthit. Nëse vuani nga urthi, atëherë duhet të dini se pirja e sodës së bukës të shkrirë në ujë ndihmon në neutralizimin e acidit hidroklorik dhe eliminimin e dhimbjeve të urthit. Bulzat e ujit ndihmojnë në çlirimin e gazrave dhe largojnë gjithashtu edhe fryrje. Soda e bukës do të përmirësojë pH-in dhe do të nxjisë gjithashtu një shërim më të mirë të organizmit. Acidi i tepërt në organizëm nxit shfaqjen e shumë problemeve të ndryshme siç mund të jenë osteoporoza, artriti dhe disa probleme që lulëzojnë në mjedise acidike të larta. Pirja e ujit me sodë buke do të balancojë pH-in dhe do të promovojë gjithashtu edhe mirëqenien dhe ushqimin do të arrisë edhe në një tretje më efikase. Soda e bukës është një zgjidhje produktive edhe kundër problemeve të inflamacioneve. Inflamacioni i kyçeve shkaktohet nga shumë mëdhimbje. Toniku me sodë bukë ndihmon kundër akumulimit të acidit urik dhe gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Soda e bukës e përdorur si duhet edhe në mbikëqyrjen e një eksperti mund të jetë një zgjidhje shumë efektive kundër infeksioneve të ndryshme urinare. Uji, lëngu i borunicës së kuqe dhe uji me sodë buke rekomandohen ndjeshëm nga ekspertët kundër këtyre komplikacioneve dhe përdorimi i saj në mënyrë të rregullt do të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve urinare. Përdorimi i sodës së bukës do të sjellë më shumë energji dhe gjallëri. Nëse kryeni aktivitete fizike, atëherë keni nevojë për më shumë energji, të cilën mund ta merrni duke përzier 4 gota me ujë me një gjysmë lugë çaji sodë buke, një lugë çaj kripdeti, 2 lugë gjedhe mjaltë dhe 1 lugë gjedhe me lëng limoni. Uji me sodë buke dhe limon gjithashtu mund të jetë një zgjidhje produktive për shëndetin tuaj. Të shumt janë ata që e kanë quajtur tonikun e sodës së bukës me limon një recetë të mrekullueshme për ju. Limoni është shumë i fuqishëm kundër bakterieve dhe kundër mikrobeve. Ai ndihmon në rregullimin e tensionit të gjakut, lufton stresin dhe parandalon edhe komplikacionet. Soda e bukës do të ekuilibrojë nivelet e pH-it që bën të pamundur progresin e sëmundjeve. Për të përgatitur këtë lëng të tillë, përzieni 1 lugë gjedhe sodë buke, 1 gotë me ujë dhe lëngu i 1 limoni. E lini lëngun të qëndrojë gjatë gjithë natës dhe e pini në mëngjes përpara se të konsumoni ushqim. Ky tonik do të pastrojë gjithashtu sistemin tuaj tretës. Do të balancojë edhe nivelet e pH-it dhe ju mund ta pini 1 gotë të dytë përpara se të flini gjumë. Por përpara përdorimit duhet të keni parasysh këto gjëra. Soda e bukës përmban shumë sodium, ndaj nuk duhet të tepruhet në konsumin e saj të përditshëm. Nëse vuani nga sëmundjet të mëlçisë, veshkave, tensioni i gjakut ose edemat, nuk duhet të pini ujë me sodë buke. Mos e pini tonikun nëse jeni shtatzan ose lehon. Të vegjëlit nën 7 vjeç nuk duhet të përdorin ujin me sodë buke. Nëse pini ilaçe, mos e përdorni ujin me sodë buke. Mos e pini tonikun nëse keni stomakun plot. Ky lëng mund t'ju bëjë edhe më të etur, ndaj përpara përdorimit mund të konsultoheni me ekspertin
për të evituar gjithashtu gabime në përdorim. Soda e bukës është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese, ndaj nëse përdoret edhe në rastin tuaj do të bëhet me kujdes dhe gjithashtu të merrni rezultate fantastike për mbrojtjen e shëndetit tuaj. Një produkt që rrallë mungon në shpenzimet tona është edhe soda e bukës. Kostoja e vogël dhe lehtësisht e disponueshme në supermarket është e dobishme në situata të ndryshme, sikurse kjo është mjaftueshme edhe për shëndetin. Në fakt është mjaftueshme të pini një gotë në ditë natyrshëm të holluar në një gotë me ujë natyral për të marrë përfitimet e sodës së bukës. Para se gjithash, është e nevojshme të mbani në mend se soda e bukës merret në doza të vogla. Përpara se ta bëni, është mirë të konsultoheni me mjekun, veçanërisht nëse vuani nga sëmundje të caktuara ose edhe jeni duke marrë medikamente. Ose për arsye se po ndiqni një dietë të varfër në natrium, rastet e të cilave soda e bukës duhet të shmanget. Soda e bukës të në kjo mund të sjellë edhe një sër përfitimesh. Ju duhet një gjysmëlugje çaji sodë buke e hodhuar në një gotë me ujë natyral dhe në temperaturë të dhomës. Nëse merret çdo ditë mund të bëjë ndryshime në trupin tonë. Bikarbonati i natriumit rregullon pH-in e gjakut duke reduktuar nivelet e aciditetit. Ajo ndihmon me tretjen, sidomos kur kombinohet me lëngun e limonit ose xhenxhefilin. Të merret menjëherë pas një vakti të rënë. Vepron si një antiacid duke pakësuar djegjet në stomak dhe urthin. Zvogëlon çdo infeksion të traktit urinar duke dezinfektuar atë. Mban kolesterolin e keq në gjak nën kontroll. Ndihmon gjithashtu edhe për të zbutur mishrat e dhëmbëve dhe inflamacionet e tyre. Redukton entjen në përgjithësi. Për më tepër, studimet e fundit kanë treguar se një dozë minimale e marrë çdo ditë i bën edhe më pak probleme të dukshme, sidomos edhe të lupusit dhe artriti reumatoid. Bikarbonati provohet të jetë i shkëlqyer si një zëvendësues për majan, duke treguar se është një produkt i shëndetshëm për të bërë në shtëpi, edhe një zgjidhje e mirë për ëmbëlsira dhe brumrat. Që të funksionojë, gjithashtu është e nevojshme të kombinohet me një substancë siç është lëngu i limonit ose kosi, dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike edhe në dukjen e shëndetit tuaj. Soda e bukës është një alternativë e cila mund të japë shumë përfitime organizmit tuaj, ndaj përdorimet e saj nuk kanë të bëjnë vetëm me shëndetin. Soda e bukës mund të jetë një pastrues shumë i mirë i lavamanit tuaj. Shërben si një pastrues i dobishëm për lavamanin. Hidhni pak sodë buke në lavaman dhe më pas e fërkoni me një sfungjer. Mund të shtoni gjithashtu edhe lëng limoni. Të tjerët gjithashtu rekomandojnë sodën e bukës si një mënyrë për të pastruar tubacionet e kanalizimeve. Por si ta përdorni këtë produkt në pastrim? Soda e bukës është një zgjidhje efektive për të hequr mbetjet e pesticideve që vijnë nga fruta dhe perimet. Gjithashtu, gjithçka që duhet të bëni është të shtoni disa lugë sodë buke në lavaman me ujë dhe më pas të lani produkte siç janë fruta dhe perimet. Kështu do të ndihmoni në largimin e papastërtive të tyre dhe do të keni edhe një organizëm më të mbrojtur. Soda e bukës është një zgjidhje shumë e mirë edhe në rifreskimin e peshqirit. Vetitë e deodorantit të sodës së bukës mund të funksionojnë më mirë për të thithur të gjitha aromat e këqija të cilat janë në peshqir. Nëse keni nevojë të freskoni peshqirin, atëherë mund të përdorni sodën e bukës, duke e vendosur atë si një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese edhe për mbrojtjen e organizmit tuaj. Soda e bukës mund të largojë aromat nga frigoriferi. Soda e bukës gjithashtu është një deodorant shumë i zakonshëm. Mund të vendoset në një pako të hapur në frigorifer ose në vendet ku ka myk. Do të thithë të gjitha aromat dhe lagështinë. Ajo është gjithashtu një pastrues i bizhuterive. Nëse keni bizhuteri argjendi, mund t'i lani me sodë buke dhe ujë të nxehtë. Më pas e pastroni me një leckë të butë. Largoni njollat nga tapetet. Nëse keni njolla në tapet, mund t'i largoni ato me sodë buke, mund të shtoni edhe pak uthull, e lini të thajë dhe më pas i pastroni me fshesë me korrent. Ajo do të largojë gjithashtu edhe erën e keqe të gojës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.